Ne besojmë si musliman se Zoti ka atributa dhe cilësi, dhe për çdo gjë që Zoti na ka njoftuar se e ka, ne e besojmë literalisht, po nuk e besojmë, pra me kuptimin, po nuk e imagjinojmë dot. Për shembull, Zoti ka thënë Kur'an se ai shikon. Ne e besojmë, po se si funksionon tek Zoti ne nuk e dimë. Zoti thotë në Kur'an që dëgjon. Ne e besojmë, po se si funksionon tek Zoti ne nuk e dimë. Zoti na ka thënë Kur'an për shembull për duart e tij. Por ne nuk e imagjinojmë, nuk na lejohet të imagjinojmë. Pra është diçka që ne e besojmë thjesht literalisht. Edhe qëndrojmë te kuptimi literal i fjalës. Po se si funksionon tek Zoti, se si është, neve këtë e kemi të ndaluar sepse thot lejse kemi të ligjej. Nuk ka të ngjashëm me Zotin, ose thot ula yuhitun bi ilmin, është i paimagjinueshëm. Ose thot fjala tjetër thot sido që ta mendoj njeriu nuk është ashtu. Pra përderisa njeriu arrin mendoj diçka për Zotin, nuk është ashtu. Pra derisa mendja njerëzore arritet në një lloj imagjinate, nuk është ashtu, sepse nuk ja ka dhënë Zoti fuqinë dhe kapacitetin për të funksionuar, pra për të pas njeriu, domethënë imagjinat. Por ne besojmë tek atributet e Zotit, siç ka përmend Zoti në Kur'an, për shembull, ose siç ka përmend pejgamberi sa, për shembull, ne besojmë për shembull që Zoti vjen ditën e Kiametit, o xha rabbuka, vjen Zoti. Si vjen? Është Zotit. Kush më afrohet një plumb, unë i afrohem atij një kut. Kush më afrohet një kut, unë i afrohem atij një pash. Kush më afrohet një pash, thot kush më vjen mua duke ecur, unë i vi atij me vrap. Pra, me kuptimin i vi me shpejtësi. Si funksionon ose Zoti është mbi arshet? Këto cilësitë të Zotit ne nuk i interpretojmë dot. I kuptojmë literalisht, por nuk na lejohet pastaj të i kalojmë pjesën literale. E Zotit funksionon si e din Zoti, siç tha Imam Maliku, kur e pyetën për shembull, tha el istiwa ma'lum, çfarë do thotë fjala istiwa dihet në gjuhën arabe, ul kayfu majhul, se si funksionon nuk dihet, u su'alu anhu bid'a. Të pyesësh se si funksionon është bidat. Prandaj tha këtë njeri nxjerrën nga Medinja në mënyrë që mos na fusi le të themi të tilla mikrobe në Medinë, po të lejmë njerëzit në natyrshmërinë e tyre të jetuarit. Ose siç tha për shembull pejgamberi selam, Dejjali tha shef vetëm me një sy, po Zoti juaj nuk ka vetëm një sy. Fytyra e Zotit. Pra, ne i besojmë literalisht gjërat, edhe nuk na lejohet fetarisht që të kalojmë pjesën literale. Është njësoj siç thot Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu ka thënë: "Leysa fil jannati mimma fid dunya illa al-asma." Në xhenet nuk ka prej gjërave të kësaj bote vetëm se emrat.